Në këtë pjesë të parë të momentit, kam të ftuar mjekun më viral në këtë pjesë të fundit, në këtë 24 orë të fundit. Është Adriatik Berisha, i cili realisht është hematolog me profesion, ka vite që kontribon në klinikën interne, në repartin e hematologjisë, andaj do të flasim për shumë probleme sa i përket sëmundjeve të ndryshme të gjakut, për krahas saj do të flasim edhe për kontributin e tij, sidomos gjatë këtij 24 orësh të fundit që ka qarkulluar në për rrjetet sociale, në për media të ndryshme, edhe pjesa e tij, sepse ka mirëpritur ish presidentin e Republikës së Kosovës zotri Hashim Thaçi për një vizitë tek familjari i tij, pra tek babai i tij zotri Haxhi Thaçi. Për gjithçka do të flasim gjatë minutave në vazhdim, por uroj fillimisht të jetë doktori mirë me shëndet, sepse ka pasur disa probleme. Përshëndetje doktor, mirë se vjen moment. Përshëndetje mirë Rama për gjithë dhe për shikues të juaj. Faleminderit shumë për ftesën. Dashta me sqaru fillimisht që kjo ftesë për emision për me fol për probleme hematologjike është ftesë e para një jave. Po. Dhe ka qenë e planifikuar dhe për hir të shikuesve të juaj dhe të juajin ka më ardhë, edhe pse pëmënej zarin pak e kam gjizur pak probleme me fytyn dhe kënaqësi që jam këtu. Doktor, ne e vlerësojmë shumë, sepse është vërtet që para një javeve që kemi kontaktuar dhe ju kemi ftuar në studio, sepse me të vërtet i trajtojmë problemet e ndryshme shëndetësore. Në momentin e parë që po e pyesim edhe audiencën se cilat janë hallet e tyre ose cilat janë pyetjet e tyre drejtuar një drejtimi të caktuar, po janë pafundësisht pyetje. Andaj çmojmë edhe këtë vlerë dhe këtë kontribut tuajin, pavarësisht pse i keni këto probleme, por uroj që të kalojnë edhe për juve. Faleminderit. Shpresoj që kaloj mirë dhe sigurisht që jam i gatshëm në çdo kohë me ju përgjigj pyetje në lidhje me probleme hematologjike dhe aq më shumë pyetje të publikut dhe pacientëve, për shkak se gjithë aktiviteti jam si mjek dhe si specialist i kësaj fushë ka të bëjë me pacientë dhe me njerëz që kanë probleme hematologjike. Doktor Berisha, si ka qenë ky 24 orësh për juve? Ky i fundit, sidomos. Si e keni përjetuar? Në 24 orësh ka qenë 24 orësh normal, besoj, pak i lodhën për shkak të angazhimeve shtesë që kam pas ditëve të fundit. Përmram kam qenë kujdestar, që i bie që kam qenë 24 orë në punë, edhe dje kam vazhdu me punu për shkak disa angazhime dhe angazhime personale, besoj dhe publike, por një lodhje kronike nështë pak dhe një rëmje e sistemit imunitar nështë ka ndiku që edhe kam pak probleme me grykën dhe për ata për hir të shikuesve të juaj dhe vendosa me ardhë dhe me diskutu. Po, e kuptojmë shumë mirë. E kuptojmë shumë mirë, uroj të jetë kalimtare, sezonale. Faleminderit shumë. Zakonisht mjekët janë për gjithë, por kur vjen fjala për veten është shumë e vështirë. Po, pak më vështirë. Ti rrish gati vetvetes. Pak më vështirë edhe me tregu drejtën puna pak është pak më e rëndë dhe pak më me përgjegjësi dhe pak më e zgjatën. Kujdestarit janë kryesisht trona për ata kolegë që kujdestarojnë, besoj e din që apo flas. E aq më e rëndë është kur vazhdon me punu mas një kujdestarie dhe kur ke angazhime, shkak se 24 orë me qenë kryet detyrës dhe mandej me vazhdu edhe për 8 për 10 orë tjera dhe me u bën total 32 orë, bukur e lodhshme. Normal që dalin probleme gjatë rrugës dhe është këtë normale dhe këtë njerëzore me usmu kanë njerëz secili, qoftë edhe na edhe secili njeri. Doktor, krahas gjithë këtyre angazhimeve dhe këtij 32 orë që po i referoheni, që nuk është as pak, është vërtet që kontributi juaj është i jashtëzakonshëm, i secilit mjek, por ja që fati ai ditë që ju kemi juve këtu, por nga ana emocionale, si kanë qenë zhvillimet e fundit, si kanë ndikuar e gjithë kjo bujë mediatike edhe tek ju personalisht, duke qenë gjithmonë profesional, por në anën tjetër ka pasur një mori zhvillimesh e që janë ndërlidhur disi në një mënyrë apo tjetër edhe me emrin tuaj. Realisht, po mënoj si mjek, ka shumë vite që po mënoj kam marru fakultetin mjekësisë dhe kam vazhdu me punu si mjek i përgjithshëm, mandej kam zgjedh specializimin në fushën e hematologjisë, kam marru 5 vite specializim në fushën e hematologjisë dhe tash 3 vite specialist e hematologjisë dhe punoj në qendër klinikën e hematologjisë. Krahas saj ka rreth 4 vite, më shumë se 4 vite që kam fillu studimet e doktoratës në Universitetin e Zagrebit dhe i kam në përfundim, po ashtu në fushën e hematologjisë dhe gjithë kjo kohë edhe gjithë ky angazhim po më ndaj të bën si njeri, po më ndaj
me i kontrollu emocionet dhe pse s'janë të lehta me kontrollu emocionet, për shkak se kryesisht na mjekojnë pacient edhe të rinë moshë dhe me sëmundje të rënda dhe nuk është e lehtë asnjëherë me u pajtu me një disfat që vjen për shkak të sëmundjeve. Sa i përket 24 orëve të fundit, shkurtimisht, sigurisht që ka qenë dhe emocional, du me qenë i rezervum me folë shumë për këtë punë, për shkak se ditë të tashme nështë ta mundëm, tash jo, për shkak se pacientin fjalë ka qenë pacient imi, jo vetëm imi, me atë pacient janë angazhu shumë mjek dhe shumë klinika. Disa klinika kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm dhe shumë mjek kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm, siç është japin dhe për pacient tjerë, jo vetëm zotnin fjalë për gjithë pacient tjerë. Sigurisht që kam qenë edhe i përfshin, bukur gjatë dhe kam volumtu në drejtim sëmundjeve hematologjike dhe të tjerat kanë rrjedhë siç kanë rrjedhë, jem pak më i rezervuar për shkak se kam qenë pjesë të procesit vazhdimisht dhe ndoshta hera tjera mundemi me bisedu më në detaje dhe më shumë. Vetëm shkurtimisht na lejohet, por gjithsesi duke mbrojtur konfidencialitetin e atyre proceseve që ju keni qenë pjesë, por cili dua të di pak a shumë edhe ndikimin pozitiv nëse ka pasur një të tillë sa i përket procesit për ardhjen e ish-presidentit Thaçi në Kosovë dhe për këtë vizitë që u realizua dje. Po i përgjigjem te kësaj pyetje dhe kisha dashur mos më pyet më gjatë për këtë punë. Unë mendoj që pacientin fjalë ka shumë probleme shëndetësore, ndoshta është faktor dhe mosha dhe sëmundjet, edhe pse kam lejen dhe prej familjes me bisedu për shëndetin e tij. Dhe hulumtohet dhe për sëmundje tjera dhe ai pacient meriton me pas krejt anëtarët e familjes rreth vetit, edhe secili pacient që ka probleme të rënda shëndetësore meriton me pas njerëzit e dashur afër vetit në çaste të vështira. Familja është shumë e nevojshme, është një lloj mjekimi, me thonë, për gjithë ata pacientë, përmendoj kur i kanë rreth vetit. Edhe personin në fjalë, sigurisht që i takon dhe ligjërisht dhe moralisht dhe në gjitha drejtimet me i pas familjarët e vet afër. Mundëm edhe një pyetje të fundit gjithmonë me lejen tuaj? Edhe urna. Kemi parë reagime edhe nga sigurimi, sa i përket atij kontaktit të fundit dhe ka pasur qindra pyetje edhe nga audienca se çka u komunikua mes juve dhe ish-presidentit Thaçi në momentin e përqafimit dhe a e prisje një reagim të këtillë sigurisht edhe nga sigurimi? Besoj që një herë tjetër këtë pjesë për shkak të angazhimit nuk s'kam që ka me thonë, diçka ma shumë për këtë pjesë. Kështu që faleminderit, besoj që jam i qartë dhe kesh i qartë dhe kështu që ma ndërmendja që është më në rregull ndoshta me vazhdu për pjesë hematologjike. Mirë, kur përmendim sëmundjet e gjakut, çka realisht nënkuptojmë? Cilat përfshihen aty? Po sëmundjet e gjakut përfshin një domen të gjanë, të madh sëmundjesh. Praktikisht gjaku arrin te secili organ. Përmes enëve të gjakut më rrin të secila pjesë e trupit, të secili organ i trupit. Dhe nëse flasim vetëm për sëmundje, bazë gjakut është një numër i caktuar dhe kryesisht gjaku prodhohet në palcën ashtrore, ne i themi. Dhe problemet e prodhimit të gjakut munden me qenë shumë llojesh. Domethënë mund me pas prodhim gjakut mjaftueshëm, mund me pas prodhim teprum gjakut, mund me pas defekte pas prodhimit gjakut, dëmtim truzat gjakut, një prodhim parakoshëm, pa u pjek qelizat e gjakut. Ka shumë lloje sëmundjesh, cilat vinë po mënoj si pasojë e sëmundjeve gjakut. Mandej kemi edhe sëmundje tjera kronike që shoqërohen me problemet gjakut. Secila sëmundje, secila sëmundje kronike dhe secila sëmundje e rëndë shoqërohet dhe me probleme me gjak. Shkakton pagjakësi ose probleme tjera, ose probleme me trombocite, ose me rruzat bardha varësisht prej sëmundjes dhe varësisht prej gjendjes pacientit. Pse po shfaqet tromboza tek moshat e reja? Dëgjojmë shumë shpesh raste. A ka ndikim edhe mënyra se si po jetojmë dhe stili jetesës që po e trajtojmë deri vite këtë periudhën e fundit? Mendoj që trombozat në një grup sëmundjesh hematologjike, cilat shkaktohen dhe më ka një predispozit me u formu trombe dhe me u mbyll enë gjakut, besoj që kanë qenë prezente gjithmonë, viteve të fundit kanë mujt me u shtu pak, nështë stili jetës kish me qenë
njëri prej shkaktarëve, po besoj që faktori gjenetik luan një rol më të madh. Te moshat e reja, faktori gjenetik gati thuja është determinues në formimin e trombeve dhe po mundoj pranin e kësaj smundje e trombozës. Stili i jetës i ndihmon këtyre problemeve për shkak se stresi, ngarkesa, ushqimi, problemet të përditshme. Jeta është pak më dinamike vitet të fundit mendoj dhe po mendoj nuk është e lehtë me përballu ritmin e një jete dinamike, stresi i tepruar, ngarkesa e madhe ditore, ushqimi pa rregullt, përdorimi i cigarës, përdorimi i shumë faktorëve ndikon ndoshta edhe në shtimin e rrezikut me u formu trombe dhe me u shkaktu problemet. Po në anemi, çka ndikon? Nëse këto e formojnë trombozën, çka realisht ndikojnë për anemin? Në anemi ka shumë faktor, edhe anemit janë shumë llojesh. Dhe anemit ndahen disa grupe. Pse asociojmë, doktor, më falni për ndërprerjen, po pse asociojmë shfaqjen e anemisë vetëm me mungesën e të ushqyerit? Jo, absolutisht jo, nuk është anemia vetëm mungesa e ushqyerjes. Janë një faktorë është mungesa e ushqyerjes ose ushqyerja e varfër, me thonë. Në të kuptimin parë, ka shumë faktorë që ndikojnë anemi, ka shumë lloje anemish prej atyre që trashëgohen, që i themi hereditare, e deri te ato që janë nga mungesa specifikisht e produkteve specifike, dhe ka dhe anemi, po mënoj që vinë hemolitike, ne i themi, po du me sqaru për publikun se po du me qenë sa ma konkret, me ju ikë shumë terma mjekësor, pasi që ka shumë pyetje publiku dhe me qenë sa ma konkret dhe me më kuptu aq drejt dhe aq sa ma drejt dhe sa ma mirë publiku. Dhe më thënë ka dhe kemi dhe grup smundjesh hemolitike që i bjenë që qelizat e gjakut shkatërohen, vetë qelizat e gjakut eritrocitet përafërsisht jetojnë 120 ditë organizëm dhe më thënë llojet anemis janë disa llojesh. Nëse po pyet specifikisht për ato që janë nga ushqimi, atëherë po, ka disa prej tyre që zhvillohen dhe për shkak mungesës të ushqyerjes që i bën anemi nutritive, ne themi. Anemi nutritive i bën për mos ushqyerjes. Ka njerëz tash me stil të jetës që nuk përdorin ushqime specifike dhe i paksojnë rezervat, qoftë hekurit, qoftë elemente të tjera të nevojshme që në organizëm po mënoj funksionojnë normale dhe të vlerat e gjakut jenë brenda normës. Kohëve të fundit kemi hasur gjithashtu në mungesë ilaçesh adekuate sa i përket kurimit të smundjeve të ndryshme. Kur them smundjeve të ndryshme, ndoshta mund të koncentrohemi edhe tek kanceri. Po. Pse po ndodh kjo dhe deri kur do të vazhdoj kjo ndodhi kështu? Po mënoj problemet hematologjike, smundjet hematologjike përfshin dhe smundje malinje hematologjike. Po. Dhe në klinikën tonë, klinikën e hematologjisë, përveç trajtimit sëmundjeve jo hematologjike, jo malinje hematologjike, trajtojmë dhe smundje malinje hematologjike, dhe krahas saj sigurisht që çojmë trajtimin deri në fund. Pra dhe ordinojmë dhe e aplikojmë kemoterapinë ose imunoterapinë. Terapitë e reja dhe barnat e reja që janë pjesë e protokolleve të kemoterapisë dhe imunoterapisë janë meset nevojshme pas sukses në trajtim të smundjeve specifike hematologjike, të rënda hematologjike. Mungesa e barnav është një problem i madh dhe që i përcjell një kohë gjatë sistemi shëndetësor. Mungesa sigurisht shëndetësore ndoshta është problemi kyç dhe problemi më i madh furnizim ndoshta edhe me barna adekuate. Mendoj që shteti është dashur me e bë maksimumin me siguru terapi të mjaftueshme adekuate dhe me ndjek trendet spaku të rajonit me mjekim adekuat. Mjekimi shumicën e rasteve është qelës i shërimit dhe të smundjeve malinje. Mjekimi me kohë dhe mjekimi adekuat dhe qasja në barna adekuate. Është gjithmonë sfiduese ato simptomet e para të dallohen në kohën e duhur? E ke fjalën për smundje malinje? Po. Po, simptome specifike ka për smundje hematologjike malinje, por nuk është që manifestohen shpejt dhe lehtë, domethënë i përcjellin bukur kohë gjatë pacientët, varësisht nga smundja. Ka disa lloje grup smundjesh hematologjike. Përveç atyre që smundje hematologjike malinje akute, që janë sigur leukemit akute që manifestohen në mënyrë rapide, jashtëzakonisht agresive dhe të shpejta që mbrana ditësh dalin sipërfaqe dhe fatkeqësisht përparojnë shumë shpejt. Smundje tjera malinje
përfshirë limfomat, mielomat dhe smundjet kronike, leukemit kronike, manifestimin e kanë pak më ngadalshëm dhe zgjatin pak ma gjatë derisa dalin sipërfaqe. Ndërshënjat që manifestohen është një lodhje e shprehur, një plagështi e shprehur. Humbja në peshë është faktor ndonjëherë djersitët, sidomos natën të shprehuna. Në lodhje, në humbje përqendrimi, ka shumë simptoma, por kryesisht disa nga simptomat më shpesh janë domethënë lodhja, plagështia, humbja përqendrimit, marrëmendja, humbja peshës, djersitja theksume dhe mandej manifestime tjera në formë fizike, nëse të limfomat kemi edhe paraqitje nyre limfatike, sidomos në periferi, qoftë në qafë, në aksila, në ngujnom, ndonjëherë dhe me organomegali ne i themi rritje të organeve, në këtë rast të shpret, ka për shembull splenomegali, është dhe nëse shpret ka rritet për masa të mëdha, dikur fillon me e pengu pacientin dhe me ndje një farë diskomfortin në abdomen dhe sigurisht që palpohet dhe me dorë, pra ka shumë simptoma deri te diagnostikimi i këtyre smundjeve. Doktor, pse për çdo smundje e kemi si ku referencë mënyrën e të ushqyerit, gjumin e mirë, ushtrimet fizike, stilin e jetesës, të mos e stresuarit vetëm për shumë çështje, a janë këto me të vërtetë referencë për secilën smundje, sepse nga secili doktor i dëgjojmë këto të cilat janë të ripërsëritshme vazhdimisht na bëhet thirrje që të veprojmë përkundër këtyre. Po, në stili jetës është faktor, në smundje jo vetëm hematologjike, por në gjitha smundjet. Një pacient i disiplinum, një person i disiplinum këtë rast, që është pacient heq, po mënoj ka predispozit më të ulën me pas smundje, për shkak se ushqimi i rregullt, fjetja e rregullt, ju si one që kam jetë pa gjumë ka gjatë, fjetja e rregullt dhe ushqimi i rregullt, ikja e problemeve, po mënoj i stresit dhe po mënoj ngarkesa auditore, mos përdorimi i duhanit dhe alkoolit, janë plot faktor që ndikojnë që një organizëm e qenë më i shëndetshëm dhe po mënoj me pas predispozit më të vogël me pas smundje çfarë do qofshin ato, por smundjet ndonjëherë përcjellen dhe gjenetikisht. Ndonjëherë shfaqen dhe papritur, ndonjëherë s'kan shkaktar. S'kan shkaktar specifik është fjala. Ka dhe smundje idiopatike që si di shkaktarë asnjëherë. Kështu që mirë është me jetu i shëndetshëm, është shumë e rëndësishme me jetu shëndetshëm dhe ndikimi është shumë pozitiv tek shëndeti, mënyra e jetesës, por nuk do me thonë që një njeri që jeton keq shëndetshëm me ikë probleme gjithmonë. Por për dispozita gjithmonë është marrë. Kështu që i inkurajoj njerëzin përgjithësi, gjithë i këshilloj që t'jenë kujdesshëm, ushqim, t'jetë kujdesshëm në përdorim të cigares, në këtë rast, alkoolit dhe substanca që të bëjnë dëm organizmit, të flajnë në rregull, pse jo të ushtrojnë dhe të palestrohen, që është po shprehem tashti, në rregull dhe po më ndjen disiplinum. Dhe nëse smundja është prezente, një pacient i disiplinum e menaxhon jashtëzakonisht më mirë smundjen se sa një pacient që është i pa disiplinum. Dhe përdorimi i barëna është i rëndësishëm, në rregull, me kohë, sipas planifikimit, me ndëgju këshillat e doktorit, ka shumë faktorë që ndikojnë në gjendjen shëndetësore të një organizmi. Doktor, të shumë ta kanë qenë komentet për periudhën para Covid dhe post-Covid. A ka pasur çrregullime dhe realisht se keni parë tek pacientët tuaj, ka pasur çrregullime në koagulimin e gjakut, e keni parë këtë ndryshim para kësaj periudhe dhe pas kësaj periudhe tek pacientët? Realisht mendoj që periudha Covidit ka qenë periudhë e rënë, përgjithësi ka qenë e rënë. E kujtoj para fillimit Covidit kam qenë me një kongres në Amerikë, në San Diego, pak ditë para Covidit. Dhe e di që në fillimisht nuk ka qenë ai problemi madh, për shkak se në raportu vdekun pak dhe probleme pak. Ndej filloj furishëm dhe atëherë kemi kujdestaru jashtëzakonisht shumë, pa përjashtim. Shumica e mjekëve, shumica e doktorëve kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë. Periudhën e Covidit ka qenë një periudhë shumë e rënë. Unë mendoj ka shumë teorisë konspirative, ka shumë llafe, ka shumë fjalë sa ka ndikuar, që ka ndikuar Covidi. Për neve ka qenë si mjek e rëndësishme që pacientat i kemi pas me probleme
me probleme theksume edhe i kemi pas shtrat, spitalet i kemi pas të ngarkume. Personalisht menoj që periudha Covidit ka ndikuar jashtëzakonisht keq të organizmat tonë. Menoj që përveç tjera, menoj që jemi infektu shumë shpesh me Covid. Gjatë periudhave që se kemi ditë hiç, kemi pas shumë kontakt me virus dhe ai menoj që ka dëmtuar sistemin imunitar secilit person. Për ata menoj që jemi pak më të lodhur, pak më të shpërqendruar, pak më shumë po harrojmë, edhe ka shumë simptoma tjera. Të shfaqja tromboza realisht ka qenë një periudhë kur Covidi është lidhur me problemet e koagulimit të gjakut dhe është përcjell ato vlerat e didimerit të famshëm që u patën një periudhë gjatë u patën përcjell si faktor kyç didimeri dhe nuk menoj që ka ndoshta një lidhje direkte, por menoj që në përgjithësi Covidi ka qenë jashtëzakonisht i dëmshëm dhe i rënd për gjithë ne, për shkak se ka lënë pasoja jashtëzakonisht mëdha. Menoj edhe një herë po përsëris se faktori, edhe pse ndoshta jam shumë i thirrur me fol për Covid, se jam infektolog edhe pse kam kujdestaruar me 10 herë brenda muajit, në periudhat Covidit. Ndoshta kam qenë për aty që kam kujdestaruar ndoshta më shumë përjashtu klinikën e pulmologjisë dhe infektives që ka qenë kryetëtyrës dhe menoj që thash infektimi kemi pas kontakt jashtëzakonisht shpesh me virus, gjithë ne. Pra të 32 orë që ka qenë i zakonshëm për juve, jo pse ndodhi tash. Sigurisht që po. Doktor, do ndajmë vetëm për pak minuta marketing dhe rikthehemi sërish në studio sepse do t'i kemi edhe pyetjet e publikut. Faleminderit që qëndroni me ne, vazhdoni të qëndroni me ne edhe në pjesën e dytë.